إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Që udhëzon Allahu Azza wa Jall me mirësinë e Tij në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë dhe ta devijojë nga ajo rrugë. Për atë që Allahu Azza wa Jall e lën në humbje me drejtsinë e Tij, askush nuk mund ta drejtojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall. Ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatit të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ta ndihmojmë njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri, e jo në mëkate dhe armiqësi. Si thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Ndihmoni njëri tjetrin në mirësi, pra në punë të mira, e në devotshmëri, e mos të ndihmoni njëri tjetrin në mëkate dhe armiqësi. Nga I dërguari sallallahu alaihi wasallam janë përcjell tek ne porosi dhe mesazhe të rëndësishme, të cilat na udhëzojnë drejt asaj që është e mirë, drejt asaj që e gëzon dhe kënaq Allahu subhanahu wa taala, e na largon nga zemrimi dhe dënimi I Tij. Prej këtyre këshillave transmeton Nawas ibn Sam'an ose përcjell ky sahabi I nderuar se I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El birru husnul khuluq." Mirësia është morali I mirë. Wal ithmu, kurse gjunohi, mëkati, është ma hake fi sadr ose fi sadrike, wa karihta an yattali alayhi an-nas. Kurse gjuna e mëkat është ajo që përshpërit zemra jote, ose atë që kurdis në veten tonë, po nuk I qef me kuptu njerëz të tjerë. Në një rast tjetër, një sahabi, Wabisa radiallahu anhu ibn Ma'bad, thot, shkova te I dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe më tha: "A ka ardhur me pyet për birrin, për mirësinë, a për veprat e mira dhe gjunojnë?" Thash, "Po ja Rasulullah." Atëherë më tha: "Istefti qalbek." Kërko përgjigje nga zemra jote. Çka është e mirë, çka është e keq, a? Çka është vepër e mirë, çka është gjuna, çka mëkat? Thot, pyete, kërko përgjigje prej zemrës tone. Thot, "El birru matma'annat ilayka an-nafs wa tma'anna ilayka al-qalb." Thot, mirësi dhe punë e mirë është ajo ku zemra dhe shpirti yt gjejnë qetësi, prehje. Kurse mëkat e gjuna është ma hake fi nafsika wa karahta an yatali alayhi an-nas wa in aftawka an-nas wa aftawk. Thot, e mëkat dhe gjuna është ajo që ti kurdis në zemrën tonë, mirë po nuk I qef me kuptu njerëzit dhe me diti njerëzit, thot, edhe nëse njerëzit t'japin fatva, e t'japin fatva e përgjigje. Pra përgjigje mas përgjigje. Lozën, nga këto dy hadithe që janë me kuptim të përafërt dhe të ngjashëm, kemi mësime të mëdha, porosi profetike, të cilat na sqarojnë se çka është e mirë dhe çka është e keqe. Fjala el birr, që në këtë rast përkthejmë si mirësi ose punë të mira, është si fjalë që shpesh herë vjen në kuptim shumë të përgjithshëm, përfshihen gjitha punët e mira.
ato që janë të fsheta, që janë punë të zemrës, ato që janë të dukshme. Pra fjalë, çdo vepër dhe punë e mirë, qoftë e zemrës, qoftë e gjuhës, qoftë e gjymtyrëve, çdo gjë të mirë e përfshin kjo fjalë. Mirë, po shpesh në gjuhën arabe përdoret në kuptim më të ngushtë, është mirësia ndaj prindërve. Se në aspektin me njerëz, është mirësia më e madhe, se sjellja më e mirë është në raport me prindin. Dhe kjo fjalë shpesh shoqërohet me devotshmëri, sikur në ajetin që e lexuam. Thot Allah Azza wa Jall, ndihmoni njëri tjetrin në mirësi, pra në punë të mira dhe devotshmëri. E që mirësi pra është praktikimi në këtë rast kur vjen me devotshmëri, praktikimi i çdo gjaje që urdhëron Allah Azza wa Jall është e mirë, dhe devotshmëria është frika ndaj Allahut që ti të largohesh nga punë të këqija. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith e ka definuar që mirësi dhe vepër e mirë është sjellja e mirë, morali i mirë. Edhe në jetën e përditshme me fjalën sjellje e mirë e përdorim kanë në kuptim më të ngushtë sjelljen me të tjerë, pra me njerëzit, e që shtash në raport parë, se në rand parë vjen prind, pastaj familja rrethi tjetër. Mirë po, sjellja e mirë vjen në kuptimin edhe gjonë që është sjellja e mirë edhe me Allahun. E që këtu pastaj përfshihet krejt feja. Për ata kur është pyet Aisha radhiyallahu anha se cili ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish u përgjigja? Thotë, kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë Kurani. Por krejt feja. Çdo gjë që ka urdhëruar Allahu me vepru, e ka vepruar. Çdo gjë që në Kur'an është ndaluar, është ndaluar dhe është larguar prej saj. Por krejt morali i tij, sjellja e tij ka qenë vetë Kur'ani. Por krejt feja. Sa i përket mëkatit dhe gjunohit, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto hadithe e definojnë në të dy hadithet që është diçka që kur di zemra jote, e dën zemra jote, e kon qef zemra jote, ose dën me bë dhe me vepru, po nuk i qef me po njerëzit dhe me diktu tjerë. Fakti që njerëzit nuk dojnë me ditë atë që ti dën me bë, kjo tregon se nuk është shumë e mirë që ajo që ti po e bën, ose që ti po dën me bë. Mirë po fjala me mëkat dhe gjuna, edhe kjo ka kuptim shumë gjonë. Por këtu përfshihen gjunat të cilat janë të qarta. Gjunat të cilat dihen qartë. Mirë po ka gjunat të cilat janë të fshehta ose janë të dyshimta. Njëri është i dyshimt, a bën me bë apo nuk bën me bë. Pra nuk po flasim për gjona të cilat në këtë pjesë të hadithit, ose kur e trajton pejgamberi mëkatin këtu, nuk flet për mëkate të qarta. Se gjonat e mëdha në fe janë të qarta. Halal dhe haram është i qartë, mirë po pejgamberi thotë mes tyre ka gjona të dyshimta. Uji, buka, martesa në formën e rregullt, këto janë halal. Mirë po atje rakia, mishi i derrit, softina, immoraliteti, kamata, gjona të tjera janë të qarta që janë haram. Po këto është fjala për gjona dhe mëkate të cilat njeri është a dyshimt, a me bë apo mos me bë, nuk është shumë e qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositën situata të tilla, edhe nëse njerëzit japin fatva që bën, mirë po spushon zemra jote. Zemra jote nuk qetësohet. Zemra jote nuk ka qef me ditë tjetër që ti po e bën atë punë. Atëherë shmangu dhe largoj asaj. Nuk po flasim na njëri me pas vezvesa e tim tjetër, që ka njerë kohë njëri vezvesa në gjona që në qarta me Kuranin halal. Ose s'po flasim për ata njerëz të cilët në tushmëria ty në është prish. I thu, kërko përgjigje pe zemrës tonë, thotë, po valla, unë pe bëj këtë punë, pse? Po është haram është gjuna? Po valla, unë pe bëj ty basmanin e din njerëzit as e din as. I ka hub marrja ti, i ka hub turpi ati. Për këta njerëz nuk vlen kjo. Kjo vlen për njerëz që kanë në tushmërinë e pastër dhe të shnosh. Dhe kjo vjen përputhet me hadithe tjera të njohura. Që përmend hadithin që thotë pejgamberi mes halal dhe haramit ka gjona të dyshimta. Ai që largohet prej gjonave të dyshimta e ka rrit fenë e tij dhe dinin e tij. Ose thotë pejgamberi da ma yaribuk,
Lej atë që ti je dyshim për ta. Largoj asoj që është e dyshim. Ose hadithin tjetër një orë që thot pejgamberi s.a.s. prej fjalëve dhe porosive të pejgamberëve që njerëzit i kanë mojt mend gjatë historisë, është fjala e urtë, ose si fjala e urtë njerëzit e përcjellin, idha lam tastahi fasna ma shi't. Nëse nuk i marrë bëj çka dush. Kjo është fjala e pejgamberëve, kjo fjala e urtë që njerëzit përcjellin, kjo është fjala e pejgamberëve, kjo është shpallje prej Allahut. Po në këtë kontekst është edhe kjo pjesë e hadithit. Se bërën nga marrja dhe turpi që njeri ka njeri shkon menja, ose i përshpërit menja, ose i kur di zemra e ti me bo diçka, mirë po, prap, njeri që ka marrë, njeri që ka turp, i ruhet fjalëve të njerëzve, i ruhet gjykimeve të njerëzve, se e din se nuk është e pastërt, nuk është e mirë. Kështu që kjo mjafton për ty, që ti mi është mongë. Në shpesh e thëjmë edhe një fjallë, se është e njohën kjo që qitën zemrën tone, ani sillu me tjerë, ose nisë nga vetja jote, që është ki qef tjertë mu sillu me ty, sillu mirë me ta. Kjo është një regull i përgjithshëm. Edhe kjo hadith që po thëmë është një regull, mirë po jo gjithë herë. Se mëse disa njerë që ju ka prish morali tyne, karakteri tyne, nuk kanë ftyrë, i thu mabre pa, do të dikush me bëhë të me nonën tonë, se me motrën tonë, se me qiken tonë, se grunë tonë, o në ullës temë, atë ullës vetë. I ka hub tif morali, kë është dejuz që ka thonë për mesam. Nuk po flasim për këta njerës. Po tekstet sheriatike duhet me u kuptu se çfarë qëllimi kanë, kujt i drejtohen. Nuk vinë ato ndesh me tekstet e tjera. Sido që tjetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson ose na rikujton që njeriu duhet i ruhet gjonave të dyshimta, duhet të ruan fenë dhe moralin e tij, ato gjona edhe nëse njerëzit të thonë se ban ose është e lejuar, nëse nuk gjon qetësi zemra jote, largo prej saj. Dhe në fundit, kjo çështja e zemrës është prej çështjeve më të rëndësishme në jetën tonë. Gjithë vrapojmë dhe mundohem të kërkojmë lumturi dhe kënaqësi këtë botë. Të rahatohet zemra jonë, qetësohet zemra jonë. Mirë, po shpesh herë nuk po gjojmë qetësi. Atëherë duhet kemi kujdes. Ashtu jemi të bëjë gjona, cilat i kur di zemra jonë, i bëjmë ato, atëherë qysh më qetësua, ja? Zemra nuk gjon qetësi veç nëse i bindet Allahut sakt dhe drejt në adhurimet që ai kërkon. E na nuk po flasim që shpesh herë bëjmë shkelje në mëkate që janë të dyshimta, mirë po bëjmë edhe mëkate ndoshta të mëdha, të cilat janë mëkate të qarta, atëherë padyshim që ato do të ndikojnë në zemrën tonë, do të ndikojnë në rahatinë tonë, do të ndikojnë në jetën tonë individuale, në jetën tonë bashkëtorë, në jetën tonë familjare, po edhe në shoqërinë publikun tonë. Kështu që elus Allah subhanahu wa taala na uzon drejt punëve të mira, na ndihmon të bëjmë punë të mira, të adhurojmë Allahun azza wa jall drejt siç ai e kërkon, e të largohemi nga gjunohet e mëkatet, të gjitha këto gjëra me të cilat e shëmtojmë fenë tonë, në kuptimin e fesë tonë personale, jo fesë Allah subhanahu wa taala, mirë po fenë tonë e shëmton, sjelljen tonë e shëmton, zemrën tonë dhe jetën tonë e shkatron. Allahu na ruaj nga çdo gjë e tillë. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allah subhanahu wa taala gjithherë, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Nga ky hadith ose këto hadithe që i përmendëm vëllazni, kemi mësime të ndryshme që tash po i përmend disa prej tyre, po që realisht veç u përsëritën këto, ose një rikujtim ose një përmbyllje. Pra fillimisht, Allah pejgamberi asam e përfshiti mirësinë me fjalën sjellja e mirë. Për shkak të rëndësisë që ka sjellja e mirë, e para. E dyta, që këto shprehje janë shumë të përgjithshme. Pra njeriu synon të bën punë të mira, ato janë shumë, ato janë të lloj-llojshme. Dhe përfshin shumë gjitha punët, të dukshme dhe të padukshme. Dhe në anën tjetër, edhe mëkati, fjala gjuna e mëkat është fjalë shumë e përgjithshme. Përfshin mëkate të mëdha, mëkate të vogla, mëkate të qarta, mëkate jo të qarta, të dyshimta. Kështu që njeriu të largohet këtyre mëkateve.
Dhe njeri besimtari i mirë e ruan fenë e tij dhe moralin e tij, largohet nga gjanat e dyshimta. Dhe nëse njeriu ose besimtari i devotshëm kur është para një gjaje e cilën nuk i pushon zemra, edhe nëse japi njerëzit fetva që bën, ai shmanget dhe largohet asaj. Pra kuptimi i këtij hadithit prapë po kthejnë apo thon, nuk është që njeri për çdo gjë ai vetëm e vendos. Nuk mundet njeri me gjyku ç'është e mirë e ç'është e keqe. Mirë, po në gjonat e tilla kur dikuj pushon zemra e tij, kur nuk dihen qetësi dhe janë gjona të cilat nuk janë të qarta, atë ruju dhe shmangju asaj. Shmangju se kjo jo që vetëm t'jap jo rahati ose të bën të mos jesh i qetë dhe rahat, mirë po kjo e rrezikon edhe fenë tonë dhe për fund marrë mësim ka jeta e sahabëve, të cilët janë interesuar shumë për veprat mira dhe punë të mira, janë interesuar shumë ta dinë se çka është mëkat dhe çka është gjuna, që të ruhen dhe të largohen prej tyre, e ata i kemi shembullin më të mirë dhe në fund dërgojmë salavat dhe selam mbi të dërguarin ton. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون